Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, këto 8 shenja tregojnë se keni mungesë vitaminash, mos i injoroni. Edhe pse ekzistojnë pafund ilaçe apo ushqime të cilat ndihmojnë për të siguruar vitaminat e nevojshme për trupin, shumë njerëz të cilët vuajnë nga mungesa e vitaminave, disa marrin edhe vitamina pa qenë të nevojshme dhe pa e ditur efektin e tyre, dhe kjo në fakt është diçka e gabuar. Si fillim ju duhet të dini se nga cila vitamin keni mungesë dhe si ta zëvendësoni atë, pa e dëmtuar shëndetin tuaj. Ja cilat janë disa nga shenjat që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni se çfarë vitamine po ju mungon. Rënja e flokëve. Arsyeja për këtë është mungesa e vitaminës B7 ose thënë ndryshe biotinës, si pasojë e konsumimit të vezëve të gjalla ose jo të gatuara mirë. Këshillohet që të konsumoni sa më shumë bajame, fara soje, patate, bishtaja. Ngërçet. Arsyeja për këtë fenomen është mungesa e kalciumit, magnezit dhe njëkohësisht e kaliumit. Kjo gjithashtu ndodh më shumë tek njerëzit të cilët merren me sport, pasi dirsitja sjell largimin e mineraleve nga trupi. Këshillohet gjithashtu se njerëzit duhet të konsumojnë më shumë bajame, lajthi, kungull dhe njëkohësisht mollë, puçra ose njolla të kuqe në fytyrë. Arsyeja për këtë është mungesa e vitaminës B7 ose thënë ndryshe biotinës. Këshillohet që përveç medikamenteve të cilat mund t'i blini në farmaci, të rrisni sasinë e biotinës duke ndëruar dietën. Konsumoni më shumë kërpudha, patate, djath, vezë të ziera, spinaq dhe lule lakër. Mpirje të gjymtyrëve. Arsyeja për këtë është se ju nuk konsumoni mjaftueshëm ushqime të cilat përmbajnë vitaminën B6, B12 dhe B9, e cila thënë ndryshe është acidi folik. Ju duhet që të konsumoni më shumë bishtaja, qitro, ushqime deti dhe mish pule. Gunga në duar dhe anës kofshëve. Arsyeja për këtë është mungesa e vitaminës A, D, acideve yndyrore dhe njëkohësisht këshillohet që të konsumoni salmon dhe arra, si edhe të mos anashkaloni marrjen e vitaminave A, të cilat gjenden pikërisht tek perimet. Nuancë e verdhë e të bardhës së syrit. Arsyeja për këtë mund të jetë mungesa e vitaminës B12. Këshillohet që ju të përfshini më shumë burime vitaminash në dietën tuaj. Vitamina B12 gjendet pikërisht tek mishi i pulës, qumshti, salmoni, ton dhe mish deleje. Ndërkohë nga ana tjetër mund të keni edhe probleme me dhëmbët. Arsyeja për këtë mund të jetë mungesa e vitaminës D. Këshillohet gjithashtu një dietë e pasur me ushqime të cilat përmbajnë kalcium, fosfor dhe njëkohësisht vitaminën D. Gjithashtu ju duhet që të konsumoni edhe produkte të bulmetit, domate, bishtajat, peshkun, qitron dhe rrushin. Të çara në anët e buzëve. Arsyeja për këtë është mungesa e vitaminës B3, B2 dhe njëkohësisht B12, të cilat nga ana tjetër përmbajnë hekur dhe zink. Këshillohet që të konsumoni sa më shumë mish pule, salmon dhe vezë, si edhe bishtaja dhe arra. Po ashtu këshillohet që këto ushqime ju t'i kombinoni së bashku me perimet. Ndërkohë, ju duhet të njihni edhe vitaminat më të rëndësishme që i nevojiten organizmit ton dhe që mund të zëvendësohen lehtësisht nga ushqimet.
Si fillim, për të luftuar mungesën e vitaminave, ju duhet të hani disa lloje ushqimesh të cilat plotësojnë nevojat tuaja ditore për lëndë ushqyese dhe vitamina. Nëse ushqimi nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur dozën tonë të përditshme, ne mund të zgjedhim marrjen e disa vitaminave për të ndihmuar nivelet tona që të rikthehen normalisht dhe të jetojmë një jetë më të shëndetshme. Vitamina C. Shumë njerëz besojnë se vitamina C është e mirë për trajtimin e ftohjeve të zakonshme. Sidoqoftë, studimet kanë zbuluar se megjithëse disa njerëz mund të përfitojnë nga këto shtesa, nuk ka efekte të vazhdueshme duke marrë vitaminën C. Në këtë rast, gjithmonë është mirë që të hani ushqime të cilat janë të pasura me vitaminë C, si lule shtrydhe, portokall dhe brokoli. Vitamina A. Vitamina A nga ana tjetër është e rëndësishme për shëndetin tonë, sidoqoftë nëse njerëzit kanë një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar, nuk do të duhet që ta marrin atë si një shtesë. Kjo shtesë gjithashtu mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të moshkrive të duhanpirësve. Në vend të kësaj, ju duhet që të hani karrota dhe njëkohësisht patate të ëmbla. Vitamina E. Edhe pse suplementet e vitaminës E besohet se na mbrojnë ndaj sëmundjeve të këqija, një studim gjithashtu ka vërtetuar se ato nuk janë të sigurta dhe madje mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të prostatës, që do të thotë nuk janë edhe aq efektive sa mendojnë njerëzit. Në vend që ta marrim këtë shtesë, mund të ham spinaq, avokado dhe arra për të patur burime natyrale të vitaminës E. Multivitamina. Multivitaminat janë ndoshta sasia dhe shtesa më e popularizuar në mesin e të gjithave. Njerëzit me të vërtetë besojnë se janë të domosdoshme për një jetë të shëndetshme. Sidoqoftë, ky studim zbuloi se përdorimi afatgjatë i multivitaminave në të vërtetë rrit rrezikun tuaj për humbjen e jetës në mënyrë të parakohshme. Ju përkundrazi duhet që të ndiqni një dietë mjaft të shëndetshme dhe mbi të gjitha me lëndë ushqyese që na duhen. Vitamina D. Vitamina D i bën kockat edhe më të forta. Burimi ynë natyror i vitaminës D është ekspozimi në diell, por ka vende në botë ku njerëzit nuk kanë mjaftueshëm rrezet të diellit për të patur vitaminën D. Është shumë e vështirë për t'u gjetur në ushqim dhe në disa raste është mirë që të merrni vitamina shtesë. Omega 3. Omega 3 është një opsion i këndshëm shtesë për njerëzit të cilët nuk han peshk. Omega 3 ul presionin e gjakut dhe zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të papritura të zemrës. Këto vitamina shtesë ndihmojnë gjithashtu në luftën kundër inflamacionit dhe përmirësojnë shëndetin e kockave dhe nyjeve duke rritur kalciumin në kocka. Vitamina B12. Vitamina B12 është shumë efektive sidomos për njerëzit të cilët kanë probleme me mungesë të trashëguar të vitaminës B12 dhe anemi. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!